Në kuadër të mitingut të poezisë, sot u promovua përmbledhja poezive Foleja shpirtit të autorit Shefqet Dinaj. U tha se janë përmbledhur poezit më të mira ndër vitet e autorit dhe për më tepër libri është votuar në Rumani dhe poezit janë përkthyera edhe në këtë gjuhë. Me një redaktim që unë i kam bërë në gjuhën shqipe, ka pas fatin që ka përkthyer edhe në gjuhën rumane. Kështu që nëse shihet tash poetika e tij është e përkthyer në disa gjuhë, domethënë parafërsisht nëse s'gaboj një 4-5 gjuhë. Dhe këtu sepse lexuesi tash shtrihet, libri shtrihet në lexues të tjerë. Besoj që sipas disa kritikave që janë bërë analizave në gjuhën rumane, aq sa unë e kuptoj dhe janë përkthyer disa, domethënë ka një rëndësi edhe ka një qasje bukur të mirë tek lexuesi ruman. Të pranishmit patën fjalët më të mira për autorin dhe vetveprën, ndërsa vetë autori tha se i është dashur afër një vit për të përzgjedhur poezit më të mira. Është një përzgjedhje nga tërë krijimtaria ime poetike. Përzgjedhjen e ka bërë Baki Imeri, njëri ndër ambasadorët e kulturës shqiptare në Bukuresht, dhe në to dominojnë sidomos poezit me temë të dashurisë dhe me tema të ndryshme sociale. Deri më tash, krijimtari Dinaj ka botuar më shumë se 5 libra të natyrave të ndryshme.